Unë njoftohem që zoti Berisha është mikrofonuar, zoti Kris Lasivita besoj është mikrofonuar gjithashtu, mikro dhe makro jemi bashkë, edhe i ftojmë në studio bashkë me mbështetësit që i ftoj të ulen rehat fare si në studion e një hapësire shqiptare dhe jo thjeshtësisht të tyre. Doktor, mirë se vini. Sukses. Mr. Lasivita. Lasivita, pleasure. Lasivita. Yes. It is an Italian origin? It is. It is. Welcome in Top Story. E besoj e kemi Grita, mirëmbrëma të gjitha. Mirëmbrëma. Grita, mirëmbrëma. Nuk po thëm erdha, po thëm erdhëm. Erdhët. Njoftoje pak. Erdhëm. Erdhëm. Welcome. Thank you. We came. We came. E kupton vetë ajo atje. Është e vërtetë ajo shpreha, doktor, që është thënë a new sheriff is in town? Tani atëherë thash erdha, tani na dëgjoj pak erdhëm. Erdhëm. Erdhëm kaq. Si u mbyll takimi përmbyllës, ishte me atmosferë, ne e pam një pjesë I jashtëzakonshëm, si me qenë qellor. Lera mos e pyet, pastaj prania e miqve aty ishte një rëndësie të pa, domethënë një mesazhe që sollën, ishin mesazhet e fitores. Fjalët e tyre ishin të I'm giving some impression, Chris, about and I'm telling that okay, you have ishte jashtëzakonshëm, mbajtën fjalime të frymëzuese për shqiptar, thirrje nga zemra. Ai nesër do I bjeri kokës, unë I thash, nuk I bjer më me dorë të volin, me kokë do I bjeri nesër. Po, ka marrë fund. Mirë se erdhe zoti Lasivita. Lasivita. Thank you. I got it. Për herë të parë në Shqipëri? Këto kohë? Here. For time. Third. Në fakt është hera e tretë. Çfarë të bashkon me Shqipërinë për të marrë përsipër një fushatë elektorale? Duhet ta ndjesh një vend që ti bësh fushatën elektorale. Well, first of all, it very Pikë së pari, the issues është shumë afër çështjeve the people of Albania që populli want shqiptar to see addressed. kërkon që ta adresohen. It's really about Pra, në fakt ka të bëj me një popull madhështor I cili kërkon të gjejë më tepër mundësira më të mira për të ardhmen. Si u duk, ne u ndoqëm. Fjala juaj ishte ju kënaqeni shumë nga prania e turmave. Për një vend me 2.ca milion banor. Kjo pjesëmarrje në një miting të tillë, si është krahasuar me një vend me qindra milion banor si janë Shtetet Bashkuara të Amerikës? Well, I think this evening, and I'm not Mendoj se exaggerating, kjo mbrëmje dhe nuk po e teproj, there had to have been 20,000 people. duhet të ketë pasur gati 20.000 persona sonte. Substantial. Dhe kjo është thelbësore. In the States, we did a Në Shtetet e Bashkuara ne zhvilluam mitingun me presidentin Trump në New Jersey me 130.000 persona. But obviously it's Por sigurisht që atje është dhe popullata më e madhe. I am completely blown away. Megjithatë, jam vërtet I impresionuar nga madhësia, nga entuziazmi I popullit shqiptar, të cilët erdhen për të ofruar mbështetjen për doktor Berishën. Sa I përket kundërshtarit politik, Edi Ramës, ju ka përmendur juve personalisht, është përpjekur t'ju metaforizoj, dhe me njëherë jeni përgjigjur me bufin dhe miun? Yes. Okay. Është I një lloj të egër ky lloj kundërshtari apo është një lloj që ju jeni mësuar? Well, I'm used to dealing with unstable. Unë jam mësuar të merrem me kundërshtar të paqëndrueshëm dhe Edi Rama është I tillë.
you know, the fact is the campaign really Fakti është se fushata nuk ka të bëjë me mua. It's about his last 12 years. Por ka të bëjë me 12 vjeçarin e tij të fundit si kryeministër dhe dështimet. E keni sonduar Shqipërinë kush është problemi më i madh i Edi Ramës? Well, he's been prime minister too long. Ai ka qenë kryeministër për shumë kohë. Por shfaqet si alternativë re sërish. Si është e mundur që arrin ai? Keni parë strategjinë e tij dhe ku e ka pikën e fortë dhe dobët? Well, I can't really speak to any strengths. Nuk mund të flas për ndonjë pikë të fortë, por nëse shikon ekonominë këtu dhe shqetësimet që kanë kaq shumë njerëz në Shqipëri. Po të kishit edhe një orë kohë, do t'ju shpjegoja gjitha pikat e tij të dobta.